është? Për vizitë morë vesh është falas dhe erdhëm. Ta nxjerrin një merakull dhe tek ta. Po më shumë mirë. Na kam pritur mirë, pse? Kudo që kemi vatër, na kam pritur. Po, është falas në Spitalit të Shtetit apo? Unë jam e librez, unë jam pensionist, unë falas. Për syt po, po për këto jo. Çfarë ta përsërit? Kam kësyn e djatë, kam që këtë prishur kështu, dhe nga syze. Po më prisha dhe këshu, se tha në ke nevoj dhe për ilache, po së da. Do presësh? Po do pres për këto, i mena për këto. Çfarë ju tanë sa do t'u jepni një ilaçe falas? Së më thanë. Syzet falas. Falas. Falas, po. Po në shteti merr dota? Qërë të marri, moj, unë vajt atje jo, s'kishte të mjipte numrin e syzeve. Vizitova, ke dhe jo këto më nëzori, e mi këta shumë moj, mi bëj që numrin e syzet, a i marra si marrë do të shumë qikoj aftësin time, thash, po ta kem numrin. Neve nëne tha, nuk kemi këtu, tha, ka privati, tha. Po unë t'isha vija në privat, nuk vizitosha këtu të ti, thash. Ka marrë të vizitoj vajzën. Nga se? Nga se ka infekcion të vëmballet edhe ta kontrolloj një qik. Pse nuk e viziton? E kam vizituar. E kam vizituar dhe atje, po thjesht për kuresi. Ta shoj herë, te ku marak. Dhe me që se është falas, është mirë? Ta shoj një qik, nuk e di. Po të vizitohem të kokulisti. Të kokulisti për sytë. Është falas? Falas më kanë thënë. Dhe në qofë se ke nevoj se e pyet atë dit, a mund të marë syza, qofë se ata e shojnë të arsyshme, se të takojnë për të marë syza, do t'i japi. Pse nuk e bën në shtet në spitalin tonë? Si? Në spitalin tonë? Po si ta bëjnë spitalin tuaj, kur unë jam pensionist, me se t'i paguaj ato? Si e për syze falas? Kur një palë syze falas, një palë syze optike bëjnë 30.000 lek vjetra, apo një palë syze për largë bëjnë 100.000 lek. Unë pensionin, vetëm mos paguajas, ujas, dritas, bukas.